Vëmendja që ka marrë sektori i turizmit vitet e fundit është shoqëruar edhe me rritjen e interesit të rinjve për të ndjekur studimet e larta në programet që Universiteti i Gjirokastrës ofron të përshtatura në tregun turistik. Arsyeja pse zgjova degën e turizmit ishte sepse dega e turizmit sjell mundësi të mira për të punësuar, jo vetëm për të punësuar, por edhe për të eksploruar më shumë rreth qytetit të Gjirokastrës, por edhe për rajonin e Vemëgjer. Një diplom për turizëm është mjaft fleksibël për sa u përket mundësive që kanë studentët për karrierë dhe punësim, thot përgjegjësia e Departamentit të Turizmit Irena Boboli, e cila rendit edhe përfitimet e të rinjve që zgjedhin mes programeve të niveleve të ndryshme, duke nisur nga ata 2 vjeçar profesional e deri tek cikli i dytë të master. Ata përfitojnë njohuri për sektorin dhe industrinë turistike, përfitojnë njohuri në lidhje me drejtimin dhe menaxhimin e bizneseve turistike, në lidhje me menaxhimin dhe destinacionin turistik, përfitojnë praktika në lidhje me shërbimet, praktika bashkëore për shërbimet ndaj turistëve, dhe sigurisht praktikat mësimore që zhvillohen pranë bizneseve. Mundësitë e punësimit janë të shumta, qoftë në sektorin privat, por edhe në atë publik. Një i diplomuar në turizëm mund të punësohet në struktura akomoduese, në restoranteri, në agjensi turistike dhe në çdo lloj biznesi tjetër që ka lidhje me shërbimin turistik. Përveç programit të ciklit të parë Bachelor në turizëm të rinjve të rajonit ton, Universiteti Ekrem Çabeju ofron edhe programet me kohëzgjatje 2 vjeçare me karakter profesional, asistent menaxher në shërbime turistike dhe udhërrëfyes turistik. 2 degët e çelura së fundi janë edhe ato në bashkëpunim me universitetet italiane, menaxhimi i turizmit të qëndrueshëm dhe menaxhim digjital që i pajisin studentët me diploma të dyfishta.